Gjatë 2 javëve të fundit 10 bashkitë Shkodër, Lezhë, Durrës, Kavaj, Rogozhin, Divjak, Fier, Vlorë, Himare, Sarand kanë raportuar edhe me kronika televizive e me video në rrjetet sociale për kryerjen e pastrimit të plazheve me ndërmarrjet e tyre dhe do vazhdojnë t'i mbajnë pastër gjatë gjithë sezonit veror. Por me një njoftim në buletinin e prokurimeve publike të datës 20 prill 2026, drejtoresha e operatorit blerive të përqendruar Arlinda Pogaj ka shpallur procedurën e zhvillimit të një tenderi për pastrimin e plazheve, madje edhe të plazhit në liçenin e Pogradecit. Tenderi është me numër reference 82299 2026 dhe me vlerë fondi limit 2.6 milion euro me TVSH, i ndarë në 2 lote sipas zonave bregdetare, procedurë që drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruar Arlinda Pogaj do ta zhvillojë më datën 18 maj të këtij viti me tenderin për lotin e parë me vlerë fondi limit 1.356.000 euro me TVSH. Thuhet se do pastrohen plazhet në territoret e bashkive Shkodër, Lezhë, Durrës, Kavaj e Pogradec, ndërsa me tenderin për lotin e dytë me fond limit 1.245.000 euro me TVSH, thuhet se do pastrohen plazhet në zonat e bashkive Rogozhin, Divjak, Fier, Vlorë, Himare dhe Sarand, por aktualisht plazhet në këto zona bregdetare në Pogradec janë pastruar dhe po vazhdojnë të pastrohen nga bashkitë përkatëse me fondet, mjetet dhe punonësit e ndërmarrjeve të tyre pa bërë tender, sepse e kanë detyrim në çdo prag sezoni veror e u ka dhënë fonde shtesë qeveria. Ndërsa drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruar Arlinda Pogaj ka sajuar e shpallur një tjetër tender 2.6 milion euro me TVSH për të kryer pastrimin e plazheve kur këtë shërbime kanë bërë dhe po e bëjnë bashkitë. Ky vendim i lindës së tenderëve të qeverisë si shpenzim mbi vendosje për punë të kryer nga njësitë e pushtetit lokal nuk është gjë tjetër veç se vjedhje e planifikuar që do maskohet e justifikohet me kontrata sikur pastrimi i plazheve është bërë me kontratat e këtij tenderi. Edhe sikur ta kryente pastrimin e plazheve realisht, praktikat ligjore për finalizimin e tenderit do mbyllen rreth mesit të muajit korrik kur sezoni është në pikun e tij. Për të justifikuar këtë skem vjedhje, drejtoresha Linda e tenderëve ka deklaruar se kontrata për pastrimin e plazheve do të jetë me afat kohor 93 ditë kur edhe gjatë sezonit pastrimin do ta bëjnë bashkë me fondet, mjetet dhe ndërmarrjet e tyre. Tender fiktiv. Ajo zhvilloi edhe në datat 13 shkurt e 17 mars me 6 lote e vlerë 1.9 milion euro për kryerjen e dezinsektimit në zonat bregdetare nga Velipoja në Sarand, kur këtë shërbime ka kryer Instituti i Shëndetit Publik. Kryeministri Edi Rama e prezantoi si modelin e të riut që sjell rezultate nga komunitete të vështira, por Andi Salla, emëruar ministri i bujqësisë në shtator 2025, nuk vjen me ekspertizë bujqësore, por me CV-n një avokati penal dhe ish drejtori burgu. Vjen gjithashtu me firmën mbi një kontratë të dyshim mbetjesh në Cërik dhe me një ndërtesë 361 m2 të deklaruar si dhurim pa dhurues. Ndërkohë në tryezën e tij të re pret dosja më e rëndë financiare e Shqipërisë postkomuniste. 146 milion euro të bllokuara nga Brukseli dhe 52 raste mashtrimi të dokumentuara nga Olaf. Pasi kaloi 6 vite si kryetari i Bashkisë së Cërikut, një prej bashkive më të varfra të vendit, kryeministri Edi Rama e ka sjell Andi Sallën në kupolën e qeverisë, duke i besuar digasterin e bujqësisë pikërisht në momentin kur SPAK po heton agjensinë që ai tani drejton. Ky është profili një emërimi që sfidon çdo logjik meritokratike, por që i shërben një qëllimi të vetëm, ndërrimi i fytyrës pa ndërruar sistemin. Nga avokat burgu në ministër bujqësie me ndalesë në Cërik, Andi Salla nuk ka asnjë lidhje profesionale me bujqësinë apo zhvillimin rural. Ka studiuar drejtësi penale, ka punuar si avokat dhe ka drejtuar institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Elbasan. Emërimet e tij kanë ardhur gjithmonë nga strukturat e Partisë Socialiste në Elbasan, jo nga ndonjë garë meritokratike. Në gusht 2019 Salla u zgjodh kryetari i Bashkisë Cërik. Gjatë 6 viteve në këtë post, firma e tij qëndron mbi një vendim që sot hetohet nga Prokuroria e Elbasanit për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv. Bëhet fjalë për amendimin e kontratës me shoqërinë Ekoelb, kompania që administron shërbimin e mbetjeve në qarkun e Elbasanit dhe që lidhet me drejtorin Leli Kaja. Në maj 2025 së bashku me 7 kryetarë të tjerë bashkisht të qarkut, Salla firmosi ndryshimin e kontratës, bashkitë hoqën detyrimin e Ekoelb për shërbimin e incenerimit, por njëkohësisht rritën çmimin e pagesës. Ironia, inceneratori i Elbasanit nuk ka funksionuar prej vitesh, megjithatë bashkitë kanë vazhduar të paguajnë miliona lekë për djegjen e mbeturinave si të ekzistonte. Vetëm Bashkia e Elbasanit ka paguar Ekoelb mbi 1.7 miliard lekë të vjetra në 2 vitet e fundit. Bashkia Cërike Sallës ishte ndër nënshkrueset e kësaj kontrate. Prokuroria e Elbasanit ka thelluar hetimet duke marrë në shënjestër drejtorët juridik, shefat e financës dhe zyrtarët e kompanisë. Pasuria e errët, ndërtesa 361 m2 dhe dhurimi pa dhurues. Pamfleti ka analizuar deklaratat zyrtare të pasurisë të Andi Sallës pranë LDKP-s për periudhën 2019-2024, ajo që del është një skem klasike e pasurimit të pashpjegueshëm. Në vitin 2019, kur nisi mandatin si kryetar bashkie, Salla deklaroi zero pasuri të paluajtshme. Të ardhura nga paga 386.454 lekë për 5 muaj, gjendje bankare 344.424 lekë.
Në vitin 2023 ndodh kërcimi. Salla deklaron për herë të parë një pasuri të paluajtshme, një ndërtesë prej 361 m2 me vlerë rreth 88.000 euro. Si burim krijimi ai shënon një fjalë të vetme, dhurim. Kush është dhuruesi? Deklarata nuk e thot, a ekziston akti notarial i dhurimit, nuk dihet. Çfarë është ky objekt dhe ku ndodhet saktësisht? Publiku nuk e ka mësuar ende. Në të njëjtin vit Salla arrit gjendjen bankare me 2.148.760 lekë shtesë. Në vitin 2024 llogaritë e tij shtohen edhe me 2.871.794 lekë të tjera, me burim të deklaruar të ardhura nga paga, por paga vjetore si kryetar bashkie ishte rreth 1.7 milion lekë bruto. Matematika nuk përputhet. Trashëgimia e ministrisë 146 milion euro të bllokuara dhe SPAK në derë. Kur Salla u betua si ministër në shtator 2025, ai trashëgoi jo një dikaster normal, por epiqendrën e skandalit më të madh financiar që Shqipëria ka pasur ndonjëherë me Bashkimin Evropian. Fondet i parë 2 dhe 3 janë bllokuara që nga korriku 2023 pasi Olaf dokumentoi 52 raste mashtrimi dhe kërkoi 35 milion euro mbrapsht. Skema ishte sistematike, aplikantët detyroheshin të paguanin kompani konsulence të paracaktuara. Grantet shkonin tek persona me lidhje politike. Në një rast, një grant për ferm përfundoi civil në dhërmi. AZBR, agjencia që administron këto fonde, është në varësinë direkte të ministrit. SPAK po heton mbi bazën e materialeve të Olaf. Në mars 2026, ish ministri Afrida Krifca u mor në pyetje nga kreu i SPAK-ut. Në prill 2026, biznesmeni Irenia Shiku, administratori i Converse Management Consulting, ju komunikua akuza. Salla ndodhet në një pozitë pa precedent. Ai drejton ministrinë dhe agjencinë që janë objekt të një hetimi penal aktiv. Konflikti institucional është flagrant. Gënjeshtrat ndaj parlamentit dhe heshtja e Brukselit. Në shkurt 2026, nga foltorja e Kuvendit, Salla deklaroi me siguri: ne brenda 6 mujorit të parë do të kemi part 3, 146 milion euro do të jenë në dispozicion të fermerëve. Komisioni Evropian nuk ka lëshuar asnjë komunikat që konfirmon këtë afat. Përkundrazi, zëdhënësi i KS për bujqësinë ka sqaruar se ndërprerja e pagesave mbetet në fuqi deri në njoftim tjetër zyrtar dhe se nuk ka asnjë datë të caktuar. Pas vizitës së Sallës në Bruksel më 9 mars 2026, nuk doli asnjë deklaratë zyrtare nga pala europiane. Kjo është një praktikë e njohur e qeverisë, shpallja e afateve optimiste pa asnjë dokument zyrtar europian prapa tyre. Salla e ka përvetësuar këtë model me përpikmëri. Ai gënjen parlamentin shqiptar duke i shitur fermerëve shpresa të rreme për fonde që Brukseli nuk ka ndërmend të çel pa përfunduar hetimet e SPAK dhe pa u përmbushur masat korrigjuese. Pyetjet që ministri Salla duhet të përgjigjet publikisht. 1. Mbi pardin, cili dokument zyrtar i Komisionit Evropian konfirmon se fondet do të çelen brenda 6 mujorit të parë? Nëse një dokument i tillë nuk ekziston, pse e gënjeu Kuvendin? 2. Mbi konfliktin e interesit, si mund garantojë ai pavarësinë e hetimeve të SPAK mbi AZBR-n kur vetë ai është prori direkt i agjencisë në hetim? 3. Mbi kontratën e Koel, sa ka paguar bashkia Cerrik për incenerimin e mbeturinave gjatë periudhës kur inceneratori nuk funksiononte? Çfarë shërbime konkret u ofrua? 4. Mbi ndërtesën 361 m2, kush e dhuroi këtë pronë me vlerë 8.9 milion lek? Ku ndodhet ajo saktësisht? A ekziston akti notarial i dhurimit dhe pse nuk është bërë publik emri i dhuruesit? Vion. Aksionet e kompanisë hungareze 4IG kanë shënuar një rënje të fortë gjatë javëve të fundit, duke humbur mbi 32% të vlerës së tyre në harkun e një muaji. Lëvizja pasqyron reagimin e tregut ndaj ndryshimeve politike dhe rrezikut për hetime të mundshme ndaj kompanisë së lidhur me Viktor Orban. Kompania 4IG zotron kompaninë e telefonisë celulare në Shqipëri One Telecommunications. 4IG e konsideruar si një biznes vasal i kryeministrit të larguar Viktor Orban mund përballet me telashe ligjore. Sipas të dhënave nga bursa hungareze, çmimi i aksioneve zbriti në 2340 forint në mbylljen e seancës së fundit nga 3400 forint që ishte një muaj më parë. Rënja ka ndjekur një trajektore të vazhdueshme dhe është përshpejtuar në periudhën kur sondazhet sinjalizonin dobësim të mbështetjes për ish-kryeministrin Viktor Orban. Pas konfirmimit të ndryshimeve politike, investitorët kanë rritur shitjet duke shtuar presionin mbi vlerën e aksioneve. Shqetësimi lidhet me mundësinë që 4IG të përfshihet në hetime penale për lidhje të dyshuara me qeverinë e mëparshme. Rrjeti i kompanive të lidhura me NER. 4IG përfshihet në një grup kompanish të mëdha hungareze që konsiderohen pjesë e rrjetit të njohur si NER. Ky rrjet përfshin struktura publike dhe biznese private që kanë funksionuar në lidhje të ngushtë me pushtetin. Në këtë kategori përfshihen edhe kompani të lidhura me biznesmenin Loring Mesaros. Kryeministri i zgjedhur magjar ka deklaruar se qeveria e re do të krijojë një strukturë të posaçme për të hetuar dhe konfiskuar pasuritë e këtyre subjekteve. Këto paralajmërime kanë ndikuar drejt për drejt në pritshmëritë e tregut dhe në sjelljen e investitorëve. Si pasojë, aksionet e 4IG kanë vijuar rënien dhe krahasuar me nivelin maksimal të arritur në fund të vitit të kaluar. Vlera e tyre është më shumë se përgjysmuar. 4IG zotron operatorin celular One Telecommunications në Shqipëri. Aktiviteti i kësaj kompanie është përmendur në disa raste në lidhje me çështje financiare dhe marrëdhënie me politikën, të trajtuara në dosje hetimore nga SPAK. Deri tani One nuk është përballur me masa ndëshkuese apo procedura penale. Megjithatë, zhvillimet që prekin kompaninë MOM në Hungari mund të reflektohen edhe në operacionet e saj në Shqipëri, sidomos në aspektin financiar dhe në perceptimin e tregut.
tregut. Një element tjetër lidhet me mundësinë që autoritetet hungareze të verifikojnë burimin e fondeve të përdorura për blerjen e One. Një proces i tillë mund të hapë skenar të rinj për të ardhmen e kompanisë në tregun shqiptar. Ecuria e mëtejshme mbetet e lidhur me vendimet që do të marrë qeveria e re dhe me hapat konkret në drejtim të hetimeve të paralajmëruara. Praktikat e brendshme të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore kanë nxjerrë në pa një skemë emërimesh që ngre dyshime të forta për nepotizëm dhe përplasje interesash. Në qendër të kësaj tabloje qëndron drejtori i përgjithshëm i AMP-s Eduard Merkaj dhe varësi i tij në Durrës Endri Mema. Sipas të dhënave zyrtare të strukturës, Endri Mema mban postin e drejtorit të AMP-s për qarkun e Durrësit, ndërkohë i biri i tij Sergio Mema rezulton i punësuar si këshilltar direkt pranë drejtorit të përgjithshëm Eduard Merkaj në selin qendrore në kryeqytet. Lidhja hierarkike këtu merr një formë të përmbysur problematike. Babai drejton një deg rajonale që kontrollohet nga qendra, ndërsa djali i tij është pjesë e stafit më të afërt të personit që firmos urdhrat dhe vlerësimet për atë deg. Skandali i lidhjeve familjare në AMP. Po në të njëjtën drejtori rajonale të Durrësit, struktura e brendshme familjare thellohet edhe më tej. Në pozicionin e shefit të sektorit në këtë drejtori, shërben shtetasi Butrin Timeri. Burimet konfirmojnë se Imeri është kushëri drejt për drejt i drejtorit Endri Mema. Ky konfigurim ku një drejtor rajonal ka të biri në kabinetin e eprorit të tij më të lartë në Tiranë dhe një të afërm tjetër gjaku në rolin e zëvendësit të tij në terren, krijon një blok të mbyllur vendimarrje. Dyshimet janë se në këto kushte çdo hetim apo inspektim i brendshëm ndaj veprimtarisë së drejtorisë së Durrësit është i kompromentuar që në nisje. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, e cila lindi si mekanizmi kryesor për të pastruar policinë e shtetit nga elementët e korruptuar dhe të lidhur me krimin, duket se po përballet me të njëjtat fenomene brenda mureve të veta. Emrimet e bazuara në gjak e jo në merit vënë në pikpyetje serioze aftësinë e këtij institucioni për të ushtruar kontroll të paanshëm mbi uniformat blu. Kur Vangjel Tavo ishte ministri i shëndetësisë gjatë pushtetit PDLSI, hante si miu, sepse pjesën që zhvaste nga tenderet ja dorëzonte Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, madje edhe nga milionat e punësimeve në ministri e nëpër spitale, ndërsa gjatë 20 muajve kryebashkiaki i Marës, Vangjeli po hasi eriu, pasi pjesën më të madhe të milionave që grumbullon nga pazaret me tenderet i merr vet, si marrëveshje me Bablokun në këmbim të firmosjes së grabitjes së tokave e lejeve të ndërtimit në Bregdet. Në këtë liri abuzimesh me fondet publike bën pjesë edhe tenderi i sajuar për shërbime që regjistrohen e pasqyrohen në dokumentet e financave Bashkisë së Imarës, por nuk maten me njësi fizike si investimet publike. I tillë është tenderi që Vangjel Tavo ka shpallur në buletinin e prokurimeve publike të datës 20 prill 2026 me objekt kontrate, organizimi i aktiviteteve gjithvjetore artistike e kulturore të Bashkisë Imar. Ky tender është me vlerë fondi limit 600 milion lek me TVSH, nga të ardhurat prej taksave, të cilat do të shpenzohen për aktivitete artistike e kulturore, që vetëm kryebashkiaku Vangjel Tavo e di se çfarë tematike do të kenë për çfarë motivi do të bëhen. Mund të jenë pagesa për këngëvalle kur të shkojë Babloku apo deputetët për takime dhe kompania private e cila do të marrë këto miliona do t'i deklarojë si argëtim për punonjësit e bashkisë dhe banorët. Nuk themi të mos bëhen aktivitete artistike e kulturore, por 600 milion lekë janë vlerë shumë e madhe dhe shpenzim ahengjesh nëse do të bëhen aktivitetet kur në Himar dhe fshatrat e kësaj bashkie. Banorët kanë nevoja emergjente për rrugë, linja ujësjellësi, ujë e kanale vaditëse. Mirpo Vangjeli ka menduar të shpenzojë 600 milion lekë për aktivitete artistike dhe ka vendosur ta zhvilloj tenderin më 18 maj 2026, ndërsa më 14 prill zhvilloi tenderin me vlerë 113 milion lekë të vjetra për aktivitetin e çeljes së sezonit veror 2026 dhe 83 milion lekë të vjetra për grumbullimin e njerëzve që do të duartrokasin fjalimin e tij. Policia e shtetit ka finalizuar operacionin e koduar rastet i zhvilluar pas informacioneve të siguruara nga strukturat qendrore të policisë, me fokus goditjen e aktivitetit të paligjshëm të lojrave të fatit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike në zonat e Laçit dhe Milotit. Operacioni ka zbuluar 3 ambiente të ndryshme, të cilat ishin përshtatur në mënyrë të organizuar për zhvillimin e lojrave të fatit me makina elektronike dhe tavolina pokeri. Hetimet paraprake kanë treguar se këto aktivitete zhvilloheshin në mënyrë të kundraligjshme duke shmangur çdo formë kontrolli ligjor dhe fiskal. Gjatë ndërhyrjes së policisë në një nga ambientet e kontrolluara është konstatuar edhe një aktivitet i dyshuar për shitje të lëndëve narkotike, konkretisht kokain, e ndarë në doza të vogla për shpërndarje. Ky element ka shtuar edhe më shumë peshën penale të rastit dhe ka zgjeruar objektin e hetimeve. Në total, shërbimet e policisë kanë sekuestruar 15 makina lojra shfati, 3 tavolina pokeri, sasi të lëndës narkotike të dyshuar si kokain, si edhe shumat konsiderueshme parash që dyshohet se vijnë nga aktiviteti i paligjshëm. Gjithashtu janë sekuestruar edhe sende të tjera që shërbenin për funksionimin e këtyre ambienteve. Si rezultati i operacionit janë arrestuar
3 shtetas, një tjetër është proceduar penalisht në gjendje të lirë, ndërsa një person është shpallur në kërkim. Personat e përfshirë dyshohet se kanë pasur role të ndryshme në administrimin dhe funksionimin e këtyre ambienteve, duke filluar nga organizimi deri te menaxhimi i aktivitetit të lojrave të fatit. Policia bën me dije se kontrollet do të vijojnë në subjekte të tjera të dyshuara me qëllim parandalimin dhe goditjen e çdo forme të organizimit të paligjshëm të lojrave të fatit, si edhe të veprimtarive të lidhura me narkotikët. Materialet procedurale janë referuar pranë prokurorisë së Lezhës, e cila do të vijojë veprimet e mëtejshme hetimore dhe procedurale për dokumentimin e plotë të rastit dhe identifikimin e të gjithë personave të përfshirë. Autoritetet theksojnë se ky operacion është pjesë e një aksioni më të gjerë për goditjen e krimit të organizuar në nivel lokal, me fokus të veçantë në aktivitetet që gjenerojnë të ardhurat paligjshme dhe që shpesh shoqërohen me forma të tjera kriminaliteti. Hetimet mbeten të hapura dhe pritet që në vijim të ketë edhe zhvillime të tjera në lidhje me këtë çështje. Mirëpo, nga burimet tona konfidenciale brenda policisë, konfirmohet se lojrat e fatit janë pronë Yllicarës, ortaku të ish-drejtorit të policisë së shtetit Ilir Proda, e në kuadër të këtij zhvillimi është shkarkuar dhe drejtori i policisë së Lezhës, Islor Islami, lajm që në media u raportua si dorëheqje. Reagimi i Shpresa Breçanit e Syri Televizion, televizioni i dajes së saj Sali Berisha ishte i shkurtër. 15 vjet më parë kam audituar një subjekt ku një nga ortakët ka qenë Albano Aliko, edhe sot vazhdoj të auditoj kompani të ndryshme sipas kërkesave. Por fakti që prej 20 vitesh mbesa ish kryeministrit merret si eksperte pikërisht nga trafikantët, kontrabandistët, pastruesit e parave, falsifikatorët, evazorët fiskal dhe oligarkët që fshehin të ardhurat nuk është një rastësi, është një sistem. I njohur në qarqet e krimit ekonomik si zonja e zezë e punëve të pista të familjes mafioze e Berisha dhe sinona e bilanceve lavatrice, Shpresa Breçani ka certifikuar bilancet false të 10 kompanive me aktivitet kriminal. Ja vetëm disa nga njollat e saj profesionale. Në fabrikën e gërdecit e ndërtuar me urdhër të Dajës, ku bosi ishte djali i Dajës, Shkëlzem Berisha, dhe organizatori i transportit të municioneve ishte burri i saj Feriz Breçani, atëherë shefi i shërbimit informativ të ushtrisë. Shpresa merrte çanta me para nga aktiviteti. Në kompaninë Bel Air, ajo miratoi bilancet e falsifikuara me humbje të sajuar 120 milion euro, zhduku letrat për 51 milion euro borxhe ndaj kontraktorëve dhe 32 milion euro borxhe ndaj shtetit shqiptar, ndërsa kryeministri ishte Daja Sali. Ajo u bë eksperte kontabël e falimentit për të mbyllur gropën e zezë financiare të televizionit Alsat të Rezar Taçit me 11 milion euro mashtrime ndaj kontraktorëve. Ka certifikuar bilancet false të rrugës së Kombit, të kompanive të Rrog Gjokos, duke përfshirë edhe aferën e tunelit të Llogaras, rrugën Kardhiq Delvin dhe rrugën e Arbrit. Ka qenë eksperte kontabël e kompanive Fantazm, Rodnep, Blensesh Petroleum, Rom Petrol dhe Petrol Slovenia Tirana, të mikut serb Damir Fazlić dhe kushërirës Argita Berisha. Ka shërbyer për kompanitë e basteve, kazinove dhe call centerve të mafiozit Albino Prudentino, të grupit Sacra Corona Unitat dhe mafiozit Artur Sheu në Vlorë, dhe sigurisht ka certifikuar bilancet false të kompanive të grupit mafioz Albano Aliko Gulf 3A, B3A & Co, B3A Construction, Eneral, Europark, Taiwan, Viloj dhe shumë të tjera me aktivitete kontraband, pastrim barash, mashtrime dhe vjedhje të qytetarëve nëpërmjet tollonave false të karburanteve. Për këto shërbime ndaj mafjes ekonomike, Shpresa Breçani ka përfituar miliona euro e pasuri të regjistruara në emër të burrit, djalit e të afërmve të tjerë. Këto njolla nuk i pastron dot televizioni i Dajës Sali, kryeministri i 21 janarit e i shumë aferave korruptive, as i kushëri Shkëlzenit, bosi i fabrikës së gërdecit, i trafikut të armëve dhe dhe i pastrimit të parave, ku figuroni përfshirë edhe Feriz Breçani, bashkëshorti i saj. Pamfleti do të vijojë me prova konkrete të pasurive dhe fshehjes së tyre, si indicie për hetim nga SPAK, sepse nona e bilanceve false duhet të përgjigjet para drejtësisë. Edhe në fund, për dijenin e shpresës, për pamfletin nuk ka as edhe një vendim gjykate që e dënon, as për shpifje e as për korrupsion. Pamfleti i ka fituar të gjitha gjyqet, ashtu siç do t'i fitojë edhe me ty, me dajen tënd, djalin e Dajës, vajzën e Dajës, ëndrin e Dajës dhe me sojën e sorollopit tuaj të korruptuar e faqezi.